Ju përshëndesin nga Ningbo, jam Zana. Përfaqësues dhe qendra kompani nga vendet e Evropës qendrore dhe lindore janë mbledhur këtu për të zbuluar mundësi të reja për bashkëpunime ekonomike e tregtarë nëpërmjet platformës së ekspozitës së katërt Kina dhe vendet e Evropës qendrore dhe lindore. Tema e ekspozitës së katërt Kina dhe vendet e Evropës qendrore dhe lindore dhe panajirit ndërkombëtar të marrëllave të konsumit është bashkëpunim praktik për një të ardhme të përbashkët. Veprimtaria përbohet nga 4 pjesë: ceremonia e hapjes, ekspozita, aktivitetet tematike dhe aktivitetet e posaçme, duke u përqendruar në fusha kyçe, si prokurimi I importit, promovimi I investimeve, shkëmbimet kulturore dhe industritë e së ardhmes. Përmasa e kësaj ekspozite ka arritur një nivel të ri, duke demonstruar plotësisht rolin e fortë për thellimi e bashkëpunimit midis Kinës dhe vendeve të Evropës qendrore dhe lindore. Kjo ekspozite ka 15 aktivitete tematike rreth negociatave ekonomike e tregtare, promovimit të investimeve, shkëmbimeve kulturore dhe fushave të tjera. Si dhe ka organizuar me kujdes një numër aktivitetesh për bashkimi e kompanive partnere të vogla por praktike, për të eksploruar mundësitë e bashkëpunimit në të gjitha të lajdimet dhe në nivele të shumëfishta. Ambasadori shqiptar tha në këtë veprimtari që kjo ekspozitë do të shërbejë si një platformë për të rekomenduar konsumatorëve kinezë produkte shqiptare me cilësi të lartë, në mënyrë që më shumë konsumatorë kinezë t'i njohin dhe t'i përqejnë në produkte të karakteristike të Shqipërisë. Mundësi e madhe, jo vetëm për mjazit, por edhe për artikuj tjerë, si vaj, si artikuj tjerë, që në pjesëmarrjen e tyre në këtë ekspozitë, në këtë panajir, jo jetë në tregun kinez dhe pse jo të lidhet me ardhmën e kontratës dhe të vite të artikuj në sasiera të mëdha. Kështu ka një bashkëpunim ekonomik edhe më të madh në mjet të dyja. Dhe ambasadori japi kontributin e saj që të intensifikojë sa më tepër të bashkëpunimin ekonomik. Kompanitë shqiptare pjesëmarrëse në ekspozitë shpresojnë të promovojnë produktet e tyre me cilësi të lartë me anë të ekspozitës Kinë dhe vendet e Evropës qendrore dhe lindore dhe të zgjerohen modelin në tregun kinez. Ekspozuesit shqiptarë mirëpresin vendosin e bashkëpunimit me importuesit kinezë, duke rritur ndërgjegjësimi për markën dhe duke eksploruar tregun e gjerë kinez. Tani për mua është kënaqësi gjithmonë që vi në Kinë, marr pjesë te panajiri I Ningbos, nuk është ere parë, dytë, por është ere 8 ose 9, ndoshta edhe 10 që marr pjesë, jam veteran te kjo pjesë, që vi çdo vit, jam kompania e vetme dhe është vërtet kënaqësi që të vi të marr pjesë dhe të prezantoj produkte shqiptare këtu në Kinë. Duam që ata konsumatorët besnik që e njohin produktet shqiptare të vinë dhe të na shikojnë gjithmonë, të bisedojmë me ata, të krijojmë të klientë të ri, por të kemi edhe një bashkëpunim në të ardhmen dhe shpresoj që shumë shpejt ne do kemi bashkëpunime goxha të rëndësishme me kompani kineze. Unë e shikoj këtë nga bashkëbizetimet që kam pasur me disa partnerë në Ningbo dhe në Shangaj dhe shpresoj që të rritemi në të ardhmen. Ne do të bëjmë më të mirën e mundshme që ta kënaqim. I kemi mundësi, I kemi edhe produktin shumë të mirë, eksportojmë në vende të tjera, edhe në BE, por kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Klientët tanë janë shumë të kënaqur që kemi ashtu. Shpresojmë edhe këtu të hapim një treg, është fillim herë e parë që vim, akoma nuk mund të themi se në gjë, por gjithë kemi me një shpresë. Po edhe sikur mos bëjmë gjë, isha shumë I kënaqur që vizitova Kinën. Ishte një shtet I madh, një vend I bukur, një vend me tëra, edhe jam I kënaqur. Ne pretendojmë të arrijmë të gjejmë një 2-3 në varësi të situatës, po të paktën një partner me sasi të vogla, si fillim nuk ka asnjë problemi, që të fillojmë të lidhim partneritetin ton si Shqipëri, si prodhues cilësor me shtetin kinez, ku çdo qoftë partneri. Menduam për si vetë për të ardhur këtu në Kinë, që produktin ton ta sjellim këtu në Kinë.
Nuk e di sa do na realizohet kjo, mundësi që vajin ta sjellin këtu për konsumatorin e Kinës. Jam falenderues ndaj Kinës që i ofron mundësi të jashtëzakonshme vendeve si ne, për shembull si Shqipëria ose Evropa, e gjithë Evropa lindore dhe perëndimore. Jam falenderues që i krijon një mundësi të madhe për të tregtuar produktet tona në Kinë. Ne arsyeja e pjesëmarrjes në këtë panajir është që ne të krijojmë kontakte tregtie me një vend të madh si Kina. Por dhe jo vetëm, këtu ka pjesëmarrës nga e gjithë bota. Kina është një mundësi e madhe për gjithë botën. Kjo është hera e parë që morëm pjesë në këtë ekspozitë. Në për bashkëpunimet tona me Kinën, me eksportin e mineraleve të kromit janë pothuajse 3 vitet e fundit. Dhe këtë radhë, në këtë ekspozitë, ky bashkëpunim jonë në biznesit mes partnerëve tonë kinezë, është në nivel më të lartë, në të avancuar. Mendoj që kompania jonë ka interes të jetë pjesë e kësaj panajiri pasi ky sektor, domethënë turizmi në Shqipëri, nuk është shumë i njohur në Kinë. Shqipëria dhe Kina kanë shumë histori të përbashkëta dhe kjo bën që neve si kompani të jemi këtu dhe të reklamojmë shërbimet tona në Ballkan, kryesisht në Shqipëri. Nga shkëmbimet të lekëtare dhe bashkëpunimi inovativ, ekspozita Kina dhe vendet e Evropës qendrore dhe lindore kanë ndërtuar një vullë të artë bashkëpunimi midis Kinës dhe Evropës qendrore dhe lindore, me hapjen fuqinë inovative dhe bukurina kulturale të saj. Faleminderit që më ndoqët, shihemi herën tjetër.